Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I kërkon ndarjen Vanesës, zbulohet çfarë shkruhet tek letra e Indrit. Pas largimit të Vanesës nga ferma dhe hyrjes së Klevisës, dinamika mes fermerëve duket se ka ndryshuar ndjeshëm. Afrimiteti i fundit mes Indrit dhe Klevisës ka ngritur dyshime të shumta mes publikut dhe opinionistëve, sidomos pasi fermeri kishte krijuar më parë një raport të afërt me Vanesën gjatë qëndrimit në fermë. Së fundmi, Indri ka kërkuar të shkruajë një letër për Vanesën, por përmbajtja e saj ende nuk është bërë publike. Pikërisht kjo letër u kthye në një nga temat kryesore të diskutimit në fermë, ku opinionistët ndanë mendimet e tyre për situatën. Albano shpreh se letra mund të jetë vendimtare për raportin mes tyre. Në atë letër ai do thotë ose kam vendosur të martohemi ose do ndahemi. Albano komentoi gjithashtu afrimitetin e fundit mes Indrit dhe Klevisës, duke theksuar se fermeri po i shkon vazhdimisht nga pas banore së re. Nga ana tjetër, Klevisa ka bërë të qartë se jashtë ka dikë dhe nuk dëshiron të krijojë diçka brenda fermës. Edhe Çilieta ndau mendimin e saj për situatën, duke treguar se fillimisht kishte besuar te lidhja mes tyre. Unë kam qenë tifoze e kësaj marrëdhënie, por Albano pas ka pasur të drejtë. Inshallah ka thënë fjalë të bukura në atë letër që të dalë mirë. Indri po mundohet të mbajë veten në lojë dhe po përdor këtë si strategji. Tha ajo. Tashmë mbetet për të parë nëse letra e Indrit do të afrojë sërish çiftin apo do të vulos përfundimisht ndarjen mes tyre.